Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se e ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë: "Es-siyamu junna", agjërimi është mburojë. Andaj besimtari kur është agjërueshëm, fala yarfath wala yajhal, mos flet fjalë të ndyta as vepra të ignorancës. Pra e para ka të bëjë me fjalët, që besimtari kur është agjërueshëm e nal gojën prej ushqimeve, duhet ta nalë edhe prej fjalëve të ndyta. Po ashtu thot wala yajhal, edhe të mos bëj vepra të gjahileve, të ignorantëve. Le të ketë kujdes. E nëse ndodh thot dikush që ta sulmoj apo ta ofendoj duke shah, qoftë me fjalë, qoftë me vepra, atëherë le t'i thot un jam agjërueshëm. Këtu thot Buhariu e ka përmend 2 herë, le t'i thot un jam agjërueshëm. Unë jam agjërueshëm. Kjo, ka thonë ulemaja, fillimisht të ti ndihman me të nalë ty nga kthimi me të njëjtën formë ose monedhë, edhe e dyta, pak mund të jetë sebeb nëse ai ka paktu të Zotit me nalë që mos me të ofendu ty ma shumë ose mos me vazhdu në ofendim, sepse ai mund të ketë ty inati, po ndoshta Allahut nuk ja ka dhe dinit inati. Prandaj hatri i Zotit azza ka mundësi që të nalet. Po nëse nuk nalet, atëherë ti ki me pas shpërblimin. Por mundohesh deri në maksimum me pengu, e nëse s'ke alternativ tjetër veç me u ballafaqu, atëherë normal besimtari për ta mbrojtur veten dhe për t'i dalë vetes Zot, atëherë kur e shet që s'ka alternativ tjetër, i lejohet një gjë e tillë, por është versioni apo opsioni i fundit.